Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Tani duhet na ringjallësh. Se na e more shpirtin na thave fare. Do ju vëm edhe kapak përsipër. Sepse kemi librin në dorë, librin Zoom me proza nga Ardian Kristian Kyçuku, të cilin doli që ti e njihje. Je e njeh domethënë. Jo. Ti kishe bërë një biografi të gjatë. Së largu, shumë së largu. Ky është një nga prozatorët më fin që un kam lexuar në shqip dhe kam shumë xhan. Nuk e njoh fare kush është, po e kam xhan kështu. Falte tashmë dhe ne, sepse e kemi përcjell këto 2 javë dhe është ky vërtet. Botim që kam në dorë, që është një botim shumë cilësor, është i shtëpisë botuese Naimi. I vitit 2023. Nuk po gjej çmimin ku është, po është një çmim që është turp ta diskutojmë. Siç e tham edhe herën e kaluar, mund të shkoni. Pas kam hequr çmimin. Pra kur I bëra dhurat vetes të libër, thash, pse ta di vetja ime se sa e kam blerur këtë libër. Bëni dhe ju si kolo. Tregimi që kam vendosur të lexoj sot, një pjesë, është titullohet Kafaz. Libri titullohet Zoom dhe Zoom është dhe një personazh, një mace brenda librit që quhet Zoom. Z-O-O-M. Po ne themi Zoom, ne që dim çik gjuhë huaj. Kafaz titullohet Tregimi. Disa hynin në kopshtin zoologjik vetëm për të fshehur erërat e veta të rënda. Se kafshët I dinin përmendsh dhe përgjithsisht ishin të fandaksur pas qenëve rrugaç, maceve dhe hamsterave. Gjatë endjes mes kafazeve, shumica bënin sikur habiteshin dhe ndonjëherë zbaviteshin me shpejtësinë me cilën kafshët e ngujuara shqyenin mishrat ose pastronin kockat e viktimave. Disa të tjerë ndjeshin të lumtur kur shihnin vuajtjet e kafshëve të uritura. Ato vuajtje ishin të disa fishta edhe nga që kafshët nuk e flisnin gjuhën e njeriut. Ndërsa, ish zyrtar të mesëm, që kishin kaluar nga ish vartës drejtorësh në vartës jetësh pa krye, e kishin, pra drejtorët e tyre ishin bërë jetë pa krye. Këta pra, ish zyrtar të mesëm, e kishin për zemër të fotografoshin para kafshëve mish ngrënëse, si për të bindur dynjan, se të mëdhenjve të vegjëlve dikur u kputen kokat, ndërsa të mesmit vërtet vdesin pa lënë gjurmë, ama me kokat mbi supe. Shumë pak vetë ndaleshin para kafshëve ashpendëve që jetonin më gjatë se njerëzit. Dhe gati askush nuk arrinte ta fshihte zilin që bre njeriun dhe kafshëve që e friksojnë. Ishte shtun pas dite, kur një grua e re, shtatlar dhe jorse, ka përceu pragun e kopshtit zoologjik bashkë me të birin. Ky mbante varur në qafë një palë dylbi dhe një celular që kushtonte të paktën sa një vit në fakultete me emër. Nëna ishte e bukur, lloji femrës që vdes e re, ose që plaket aq hishëm, sa që duket sikur është plakur në vend të tjetër kujt. Kafsh në thonjza të tilla bujtin fort rrallë në këtë kopsht erërash të përziera. Zakonisht aty dyndeshin femrat pa bukura, lënesha fati ose shëmtake, me shpresën se prania e kafshëve dhe kudërbimit do t'u paksonin shëmtin ose do t'u shtonin hieshin e ndruar. I biri I kafshë së rrallë në thonjza, siç ndodhte rëndo me breznit e reja, I quajnë mi vjeçarsa, dinte 2 herë më shumë fjalë se sa gjyshrit dhe 3 herë më shumë se sa prindrit. Ishte kryelart, zevzek dhe I bindur se gjithçka që krijuar për të, madje falas. Po më gënjeve edhe një herë, edhe kësaj here, I tha sëmës. Krisa ika. Dhe s'ke për të gjetur më, ta dish. Mos me detyrot, betohem. Elma ishte ndruetur dhe nuk krenohej dot me bëmat e të birit. Dhe nuk krenohej dot më me bëmat e të birit. As vetë se kuptonte pse e donte. Që është gënjur shpesh në jetë nga meshkujt e rritur në sundimin e nënave, dhe rriste të birin me aq durim, sa nuk guxonte të mbetej shtazën për herë të dytë. Se linden nganjëherë fëmijë të tillë që me dashje apo qëllim shterpëzojnë prindrit. Nuk të kam gënjur asnjëherë bir, bëlzoj. Po nuk e kam të qartë çfarë kafshë dëshiron të shohësh. Po të flet gjua para mendje zonjë, e përsëris për të fundit herë. Një kafshë që mund t'i hajë të gjitha kafshët e tjera, dhe të cilën kafshët e tjera, edhe po u bën bashk, nuk e han dot. Nuk ka kafshë të tilla këtu o çun, ndërhyri njëri nga kujdestarët. Mbasen filmat vizadimor. Po ti kush je? I shpreu djali duke vënë dylbit me qesëndi. Hiq mu qafe se më zë dritën. Nëna I kërkoi ndjes me vështrim kujdestarit dhe drejtoi butë të birin drejt kafazeve me shpend shumë gjyrësh. Ja shikojmë kanarinat, ju lut. Zoj si kanarinat zvlen 2 pare. Ja preu I biri pa I ulur dylbit. Cicerojnë dhe aq. Shumohen për mes vezëve, cicerin, ngordhin. S'bën dot asgjë me mbeturinat e një kanarine. E shumta
ndonjë kanarin të balsamosur. Jo, tha kujdestari. Me glasat e kanarinave në perandorinë osmane për shembull, bëhej një helm vdekjeprurës. Shko ha glasa, ja preu djali. Atëherë ja të shojmë në lekët ose kalin e qyqes. Unë ngute ëma, duke I kërkuar sërish ndjes me sy kujdestarit. Nuk ishte hera e parë kur detyrohej ta paraqiste të birin para njerëzve, ose si gjenit pa kuptuar, ose si të smur nga trut. Nuk I duroj dot gjallësat që ushqen me peshq e me plera, ja ktheu I biri. Kurse kali qyqes më kujton politikan të lejthitur, ose plaka që janë flakur rrugëve. S'bë dot asgjë me kufomat e tyre. E shumta lelek dhe kuaj qyqesh të balsamosur. Se ja kishte fiksim me këto kafshë që janë vetëm për të balsamos. Le të vazhdojmë leximin. Nuk dihet çfarë shihte djali me dylbi, sepse ëma ja doli mban tashetista rreth kafazeve me zogj që dukeshin vërtet të çartur. Kur Ciceronin të gjithë njerësh, kuptoi se në fakt e tillë ishte skëterra e dëgjimit. Pra e tillë ishte skëterra e dëgjimit. Aq sa të vinte keq që nuk ishte shurdh, madje shurdh me mec. Po binte mbrëmja kur nëna I tregoi të birit me radhë kafshët gati shtëpiake. Macet, majmunët, gjarprinjt, zhapat, por sidomos urithët, mint dhe disa lloj kuajsh. Për çudi, pas vathës së kuajve, ku disa fëmijë rendin mbi poni, shoqëruar nga prindërit që dihatnin, ngrihej kafazi shqiponjave. Ja, këtu vërtet ja vlen, të betohem, tha nëna. Nuk to pendosh që erdhëm, për shpirt të, hajdem habit, një qeshi I biri. Kjo shqiponja, tha nëna, e ka kaluar qindin. E di pse e brenat gurin me shqep? Që zgjas jetën, tha djali. Këto gjitha I di nga televizori. Ti kupton që rrojmë kot o zonjë? Të gjitha që po shoh këtu I di me kohë. I di rrezik që pa u pjell. Di se ç'bëhen si shumohen, sa rrojmë kush I ha, kë han, sa trukan. E diti që ndallim edhe nga më budalla ndër njerëz, as edhe një kafshë vetme nuk qesh dot. Nuk qesh, nuk buzqesh, nuk njënqesh. Nuk e kisha menduar, tha nëna, sa e bukur, ke bër vestëm tregosh vetëm gjëra të njohura. Dhe kul mirë se mi tregon si për herë të parë. Madje pret të hidhem përpjet nga gëzimi. Më vjen për të vjellë. I njoh këto kafshë, ka një tiratë të gjatë ky çuni me temën. Që përfundon. Që torturon të jemën. Nëna ndezi një cigare të hollë dhe hoq sikur lotët I bujisën nga tymi. Se çfarë ndodh me këtë çift nënë e birë në këtë kopër zoologjik, do ta ja kështu na e bën gjithmonë. Për pak thash do ta dëgjojmë në lajme, po ja. Vjen edicioni I lajmeve, ne rikthehemi me çfarë rikthehemi me Blerina dëgjoj? Një buqet me petale pas lajmeve.